Zonja Osmani, po I thot vazhdimisht të kësa flet për qeverinë Kurti. Unë nuk do doja të flasë përgjithësi për zonjën Osmani, edhe në veçanti për deklaratat e saja, sepse unë absolut nuk pajtohem që një presidente e cila ka qenë për një kohë të gjatë të thot bashkëqeverisje edhe ka qeveris vendin edhe kanë qenë bashkaresht, edhe në momentin kur rrezikohet karika që është ma tepër po duket ambicje personale se sa që ka qenë ambicje shtetërore. Kur kjo rrezikohet, atëherë del kundër një lideri që kanë qeveris bashk, dhe sikur këto gjëra nuk I kishte të ditura deri në ato momente, atëherë këto rrezikojmë do të thotë që ajo personalisht ka fshehur nga populli që në këtë rast ka fshehur edhe nga unë, sepse unë nuk kam qenë përfshi politikisht, do të thotë unë isha vetëm një qytetare thjesht. Atëherë pse pikërisht në kohën kur rrezikohej personalisht ajo, guxon Dalet flas. të manipulon me qytetarët, të deklaratat e tilla të cilat besoni që nuk I shërbejnë askujt, aq ma pak Kosovës, aq ma pak personalisht asaj. Sepse na I kemi liderët botror, mirë po asnjëherë në të gjithë, me gjithë hulumtimet e mia shkencore që I bëj, sepse kam deri tani mbi 20 publikime shkencore të cilat kanë kaluar në duart e mia, do thotë jam recenzuese e 20 punimeve shkencore në revistat më të mëdha, Scopus edhe Web of Science. Mirë po edhe në të gjitha ato gjyrmime që bëjnë shkencëtarët e botës, asnjëherë nuk kam hasë në një diçka të tillë kur një individ rrezikon gjithë shtetin